Kënaqësi e veçantë që sonte jemi në Vrapçisht, sikur që tha deputeti Halili se probleme kam pas me kandidaturën këtu. Unë t'jap do informata prej brenda. Imagjinoni, Mehmeti është njeriu i 24-t që e kanë lutë për ta pranu kandidaturën Vrapçisht. Edhe atë e kanë gënyu sikur gostivar se Bajdinit për Këshillin Gjyqësor shkon vend Selimit ose gjykatën kushtetuese, Visarit ambasador në Rom, edhe Mehmetit i kanë premtu ose në Këshillin Gjyqësor ose në gjykatën kushtetuese, prandaj ka dalë bëhet kurban këtu. Po sidoqoftë, Iseni edhe Erkan Arifi edhe Isen Shabani, s'paku kështu janë percepcionet, janë dy kryetarët më të suksesshëm të komunave rurale, shqiptare.